arriti ndoshta edhe mbi 100.000 protestues, po ja që shiqojmë që protesta në ditët e fundit është zbehur, shpresojmë që në muajt e ardhshëm përsëri të ringjallet, po nuk mund të ringjallet me ata persona të cilët e kanë kapur protestën. Unë i kam kritikuar që në fillim, për shkak se si duket ata e kanë kapur protestën, e kanë lënë protestën pa ideologji. Nëse i ndjekni, për shkak se protesta është gjallë, pra në kuptimin që drejt për drejt mund të shiqohet, dhe mund të shiqoni njerëzit aty që i kërcënojnë ata që ka marrin mikrofonin dhe i shprehin mendimet e tyre se ku është problemi i Shqipërisë dhe si duhet të zgjidhen problemet e Shqipërisë. Atëherë ata vandalin zërin ose u ndërpresin fjalën dhe harrojnë që kamera ka nga të gjithë anët dhe njerëzit e shiqojnë dhe kuptohet që intelektualët nuk afrohen atij, për shkak se një intelektual nuk mund të lejojë që një ignorant t'i tregojë atij se çka guxon të flet, çka nuk guxon të flet. Dhe kjo është dështim i madh. Pra unë ju kisha propozuar, nëse ka njerëz më me arsye aty, që t'ua marrin mikrofonin prej dorëve disa njerëzve të parsimuar, dhe që të cilët kuptohet që janë të kapur dhe të shitur, dhe e lanë protestën pa ideologji. Ideologjia e kësaj proteste duhet të jetë që Shqipëria po boshatisët, Shqipëria mbetet pa shqiptar dhe Shqipëria planifikohet që të kolonizohet. Të gjithë idetë tjera, për fjala ne duhet të integrohemi në Unionin Evropian, të afrohemi me politikën amerikane, ata janë edhe më të këqij se këta çka janë në pushtet sot. Përderisa një person apo një grup personash nuk lejon që ta shprehish mendimin kur nuk ka pushtet, paramendohet çka do të bënin ata sikur edhe të kishin pushtet. Pra unë si flasin me mendimet e mia, mu do të më kishin futur edhe në burg. Për shkak nëse nuk më lejon ai që ta shpreh mendimin duke qenë askushi, paramendohet çfarë sjellje do të kishte nëse e kishte prokurorinë në dorë, policinë në dorë. Pra është një rrezik të atyre që e kanë kapur protestën dhe si duket janë duke shuajtur protestën. Po ashtu kishte një iniciativë fjala të formohen disa kuvende, po e pam që edhe në ato kuvende u bë një kaos i madh. Dhe pse lindi kaosi, për aq sa e pash, për shkak se një vajzë e cila doli aty të flas dhe kritikonte protestën apo ata që ishin të mbledhur, dhe u qua një grua, ja mori mikrofonin, mandej u qua një tjetër, ja mori mikrofonin. Pra si duket nuk kanë kulturë që të lejojnë njerëzit të shprehin mendimin e lirë, dhe kjo si pasojë ka sjellur që entuziazmi i protestës të shuhet dhe kuptohet që kjo e gëzon Edi Ramën dhe klasën e tij sunduese. Tani për sa i përket atij manifestimit që Rama e ka dhënë, ne duhet ta përkujtojmë Ramën, se ai 4 herë është zgjedhur kryeministër dhe për të zgjedhur kryeministër ka zgjedhje parlamentare dhe kur del një parti politike në zgjedhje parlamentare, me në krye kryetarin e Partisë Socialiste, i cili është Edi Rama, ai propozon program parazgjedhor. Pra ai u premton premtuesve se çka do të bëjnë nëse vjen në pushtet, prandaj edhe kërkon votën e votuesve shqiptar. Dhe ai e ka dhënë atë program, po jo vetëm atë, mbasi është zgjedhur apo mbasi ka fituar shumicën në parlament, ai po ashtu kur e ka propozuar qeverinë dhe ministrat, ai po ashtu ka dorëzuar deputetëve programin qeveritar, si do të qeverisë. Pra është detyruar edhe me ligj që të jap një plan program. Dhe është e kotë ky manifestim i besës, për shkak se ai 4 herë gjatë zgjedhjeve e ka thyer premtimin me plan programin parazgjedhor, po ashtu e ka thyer premtimin edhe me plan programin qeverisës. Dhe është qesharake t'i besohet fjalës kryeministrit, i cili e ka zhytur Shqipërinë në borxhe,
dhe t'i përkujtojmë ata që kanë ndjekin, që gjatë kësaj proteste, përderisa bëhet, ai ka futur Shqipërinë edhe 1 miliard euro apo dollar në borxh gjatë muajit të fundit, pra njëherë mori 600 milion euro për t'i paguajtur pensionet, ndoshta ndihma sociale dhe rrogat, për shkak se e ka falimentuar Shqipërinë, dhe ishte marrja e fundit, dikon 300 e sa milion dollar, fjala se për të bletur armatime, dhe thot që neve na duhen armatime për shkak se kemi mbetur pa armatime, po kush është arsyeja që Shqipëria nuk ka armatime? Ai është në pushtet 14 vite dhe si duket nuk pas ka para që të blej as plumba, as pushka, dhe e ka lënë Shqipërinë në një situatë shumë të vështirë, po kjo është e bërë me qëllim. Se e bën ai me qëllim që Shqipëria nuk ka ushtri? Nëse e marrim në krahasim me Serbinë, Serbia ka ushtri të sofistikuar, jo vetëm që ka ushtri, po edhe i prodhon armatimet e veta dhe blen si nga Kina, po edhe nga shtetet e tjera, dhe këtë e bën për shkak se është në interes të shtetit të Serbisë që të ketë një ushtri të fuqishme nëse sulmohet apo nëse ata vendosin që të sulmojnë. Qoftë luftë me Kroacinë, qoftë luftë në Bosnjë, qoftë luftë në Kosovë. Mirëpo Edi Rama ka vendosur mos ketë ushtri për shkak se atij nuk i rrezikohet grushti ushtarak nga ushtria shqiptare dhe ai e konsideron veten si mbret për shkak se nuk ka një rrezik nga ushtria. Pra nëse kryeministri apo presidenti i Serbisë Vučić kur bën politik, ai ndonjëherë mendon mos e teproj shumë për shkak se kam ushtri të fuqishme dhe nëse kënaqësia rritet në popull, mund të më bëne grusht ushtarak ushtria. Mirëpo këtë hall nuk e ka kryeministri i Shqipërisë, prandaj edhe ka vendosur që Shqipëria mos të ketë ushtri, të mund të sundoj shumë lehtë, po ashtu rrezik për pushtetin mund të jetë edhe pushteti gjyqësor. Pra nëpërmjet gjykatës kushtetuese mund të merret ingerencat kryeministrit apo të shkarkohet presidenti i shtetit, të paktën në kushtetutën e Maqedonisë, gjykata kushtetuese mund ta shkarkojë edhe presidentin e shtetit. Besoj që një të ngjashme mund të jetë edhe në Shqipëri. Pra e la shtetin e Shqipërisë për një kohë të gjatë pa gjykatë kushtetuese, ashtu çka të mund t'i kalonte të gjithë ligjet në parlament, edhe pse mund të ishin në shkelje me kushtetutën e Shqipërisë dhe që të ketë siguri që nuk mund të ketë organ apo pushtet në Shqipëri që mund të shkarkoj kryeministrin edhe kur e than ligjin kushtetutën. Pra si duket ai ka vendosur që të bëhet autokrati i Shqipërisë dhe si pasojë e ka zbrazur Shqipërinë dhe si pasojë kuptohet që tani Shqipëria rrezikohet të kolonializohet. Dhe unë e them këtë për shkak se kjo protestë nuk ka ideologji dhe në fillim ideologjia ishte që Shqipëria rrezikohet që të kolonializohet nga shqiputët. Dhe ai ishte motivacioni më i madh që njerëzit u mblodhen aty, po jo vetëm prej Shqipërie, po edhe prej Maqedonie, edhe prej Kosove, për shkak se ne jo vetëm që e shiqojmë Shqipërinë si shtetin tonë, për shkak se jemi një popull, po edhe investitorët më të mëdhej në Shqipëri janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës. Nëse shiqojmë bruto prodhimin e Shqipërisë, 50% e saj vjen nga ndërtimet dhe nga turizmi. Dhe blerësit më të mëdhej të banesave apo shtëpiave janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, apo të diasporës tonë të Maqedonisë të Kosovës, për shkak se shumë shqiptarë të Maqedonisë jetojnë në Zvicër apo në Gjermani dhe në shtetet tjera dhe kanë mundësi financiare që të blejnë dhe të investojnë në patundshmëri në Shqipëri dhe po ashtu shfrytëzuesit më të mëdhej të plazheve të Shqipërisë, të hotelierisë së Shqipërisë janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë. Mirëpo edhe këtë hall të zhvillimit e kërcënon,
për shkak se neve na shqyqon si rrezik, për shkak se ne nuk mund të lejojmë që Shqipërinë ta marrin çifutët dhe kuptohet që reagojmë, flasim dhe përpiqemi që t'i motivojmë njerëzit të dalin në protestë. Tani ne bëjmë video me vite dhe parafërsisht e dim sa është shqyqyeshmëria e videove tona. Mirë po për rastin e fundit për rrezikun e çifutëve, videot e tona kanë arritur mbi 200.000 klikime. Komente me qindra komente dhe si duket janë duke kuptuar njerëzit dhe mund të shiqem në komentet se përpiqen njerëzit që ta shpëtojnë Shqipërinë nga kolonializimi i çifutëve. Dhe kjo ishte edhe brenga e kryeministrit të Shqipërisë, i cili gjatë prezantimit të manifestimit të besës, ai shprehu sipas tij që në Shqipëri që ka rritur antisemitizmi dhe më gëzon ky fakt që ne kemi efekt që të zgjojmë njerëzit nga rreziki i çifutrimit të Shqipërisë. Dhe si duket edhe çifutët e kanë marrur mesazhin dhe nëse ka pasur ndonjë sukses kjo protestë, është që çifutët e kanë kuptuar realitetin e Shqipërisë, që shqiptarët nuk i dëshirojnë që apo nuk do të lejojnë të paktën që çifutët ta marrin Shqipërinë për shkak se jo të gjithë janë si kryeministri Edi Rama. Shqiptarët do të rezistojnë, tokat bujqësore të Shqipërisë, pyjet e Shqipërisë, malet e Shqipërisë, Bregdeti i